Shkrimtar dhe studiues shqiptar nga Malizi, të cilët ishin këtë ditë në Shkodër, thanë se proceset integruese rajonale po mundësojnë komunikimin kulturor të shqiptarëve. Megjithatë, siç njofton korrespondenti ynë Pullum Sulo, ata thanë se integrimi në mal të zi letërsisë autorëve shqiptar është i vështirë dhe Shqipëria mund të ndihmojë në këtë aspekt. Zhvillimet rajonale të viteve të fundit, sipas shkrimtarëve dhe studiuesve shqiptar në Maltëzi, kanë mundësuar pas një periudhe të gjatë izolimi edhe komunikimin kulturor të shqiptarëve në trojet ku ata jetojnë. Duke paraqitur për herë të parë krijimtarinë e tyre në Shkodër, krijuesit nga Malësia në Maltëzi, Frans Samaj, Nikol Berisha dhe Anton Gojçaj, u shprehen se tashmë është koha e integrimeve edhe në fushën e letërsisë. Fatkeqësisht, rrethanat historike kanë qenë të atilla që Malësinë tonë kanë ndarë dy pjesë. E ajo që është më keq, u vuni perë dhe qelikt, për 50 vjetë në radhë jemi ndarë. Jo vetëm si persona, jo vetëm se nuk kemi mundur të takojmë njëri tjetërin, por nuk kemi mundur as të lexojmë veprat e njëri tjetërit, nuk kemi guxuar as të mendojmë për njëri tjetërin. Dhe kjo sigurisht se ka bërë të vetëm. Për shkrimtarin dhe studiuesin Anton Gojçaj, letërsia shqiptare në Maltëzi është një refleksion i letërsisë që krijohet në Shqipëri dhe Kosovë. Letërsia shqipe në Maltëzi, siç e thash në fillim, është një letërsi e vogël kvantitativisht dhe është në komunikim apo në trysni ndoshta them në thonjza të letërsisë në gjuhët slave që zhvillohet në Maltëzi, çka mund të jetë edhe me pasojë negative dhe pozitive, sepse eksperiencat mund të jenë edhe pozitive. Mendoj se letërsia në Maltëzi megjithatë është pak, si të them, një refleksion i letërsisë që zhvillohet në Shqipëri dhe në Kosovë. Do me thënë, shpesh herë ka gjëra që përsëriten, jo gjithmonë, do me thënë, Maltëzi din paraqiten vepra dhe gjëra origjinale. Ndërkohë, sipas përkthyesit dhe shkrimtarit të njohur Nikol Berisha, letërsia e autorëve shqiptar vazhdon të ndeshet në vështirësi për të integruar në Maltëzi. Sipas tij, ka shumë pak prova të përkthimeve të letërsisë shqipe në gjuhën malazeze dhe anasjelltas, çka ka bërë që letërsia e autorëve shqiptar të njihet pak në Maltëzi. Një faje kemi edhe ne, se ne si njohës të dëgjuhve, do të ishte mirë që të merrnim atë guximin që të bëjmë një përkthim të letërsisë shqipe në atë malazeze, në gjuhën malazeze apo anasjelltas. Unë për veti si përkthyes, ja kam vu vetes një detyrë, vitin e kaluar kam është botuar në Ljubljan përkthimi i Prillit të Thyrë të Kadares në slovenisht. Gjithashtu para një viti është botuar romani Balsha Barkovicit prej gjuhës malazeze në gjuhën shqipe në Shkodër. Gjithashtu është botuar një antologji e poezisë slovene që e përgatita, vetëm që të njihemi më mirë në kulturë, se integrime pa kulturë dhe pa njohje kulturore për mua nuk janë integrime. Ndërkohë shkrimtari Frans Samaj, që drejton edhe programin shqip në televizionin e Malit të Zi, thotë se krijuesi shqiptar në Maltëzi presin edhe mbështetjen e shtetit amë Shqipërisë. Besoj se populli shqiptar, shteti shqiptar është pak i detyruar, i obliguar që ta nxjisë edhe më tepër dhe të ndihmojë krijuesit letrar jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe kjo nuk gëzon të pakisa kombëtare në Maltëzi, që e një numër shumë i vogël, nuk gëzon të lihet pas dore nga shteti jamën nga Shqipëria në asnjë aspekt, posaçërisht në aspektin krijues, qoftë letrar, qoftë do të kimtari tjetër. Gjatë qëndrimit të tyre në Shkodër, krijuesit shqiptar nga Mali i Zi u shprehen të kënaqur me mundësitë e reja të komunikimit me kolegët e tyre në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, çka sipas tyre po ridimensionon çdo ditë më shumë letërsinë kombëtare shqiptare. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.